different lines, it's so polyphonic for an instrument which is terribly not polyphonic. Edhe mendova që pse jo, pse merresh eksperienca të ndryshme dhe ja vlen të marrësh pjesë në një festival muzikë kaq të mirë. Po edhe këto gjëra nuk i shef shumë në Shqipëri, sepse më shumë i shef në shtete të ndryshme jashtë sesa në vendin tonë. Kjo është mundësi shumë e mirë për artistët e rinj të Shqipërisë, që duan edhe të kenë të bëjnë diçka për instrumentet e tyre dhe për veten e tyre. You can do so many things, but indicating, suggesting, and then you will be together. And then it's not about following, because that's who follows is already late. Yeah. Okay. Mm-hmm. Mendoj që kjo është shumë e mirë, sidomos për të rinj si unë, pasi që në kuadër të festivalit ti ki mundësinë me pa artista shumë të mirë duke performuar. Një forme kjo edhe krijon një perceptim shumë të mirë ku ti edhe i ndëgjon profesionistat edhe parashikon veten që një ditë bosh profesionist edhe vetë edhe po mendoj që është një përvojë shumë e çmuar. Ka qenë një eksperiencë e paharrueshme për mua. Kam kaluar momente shumë të mira, kam mësuar nga profesoresha Ildiko Zabo, me të cilën kam marrë informacione të cilat do të më nevojiten në interpretimin tim në instrumentin e violoncellos. Kam takuar po ashtu qellistë të tjerë me të cilët jam i mësuar dhe kam mësuar gjithashtu shumë nga ata dhe nga performancat e tyre në instrument. Me ta përmbledhur, Himara është një vend shumë frymëzues dhe për artistat për shkak të peisazheve të ndryshme, dhe për shembull kur vjen nga plazhi, ndihesh i qetësuar, ndihesh dhe më i gëzuar dhe besoj se luan dhe më mirë nëpër festivalin. Po ikëm me humor të mirë tek masterclassi. Po.